Po çfarë procedurë? Jemi në mes të rendi ditës u diskutua pafund. Për ju, s'më prish puna si keni tre regjistrime për procedurë, nuk ka procedurë. Pika e 4 është parashikuar interpelanca me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë zotin Edi Rama, kërkuar nga deputeti Agron Shehaj. I qëndroni zoti Shehaj apo të riqeni nga interpelanca? Interpelanca kërkohet bazuar në nenin 80, pika 1 e Kushtetutës, nenin 96 të rregullarës kuvendit, lidhje me prishjen e ndërtimeve pa vendime të formës së prerë, si dhe pa respektuar procedurat ligjore. Për shkak të agjendës kryeministrit, interpelancën do ta zhvillojë Ministria e Punëve të Brendshme, zonja Albana Koçiu. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar rregullore. Zoti Shehaj, keni drejt për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Atëherë, faleminderit zoti kryetar. Tani është e papranueshme zoti kryetar që një deputeti të Kuvendit të Shqipërisë të ndërpritet fjala sepse ju nuk jeni dakord me atë që ai deputet po thotë. Ne jemi votuar nga qytetarët shqiptar dhe i japim llogari qytetarëve shqiptar, votuesve që kanë votuar, për çfarë bëjmë në këtë kuvend. Për sa kohë unë nuk përdor një fjalor të papërshtatshëm, një fjalor fyes e quaj të pa pranueshme ndërprerjen e fjalës siç bët ju më parë. Tani, dhe uroj që mos të vazhdoj, të jemi lirë të them atë që kam për të thënë. Pastaj, ata që na votojnë do më gjykojnë. Nëse po flas gabim, nëse nuk duhet ta bëj, apo nëse po flas për gjën e gabuar. Me që nuk më dha as mundësia të përgjigjesha Taulant Ballës, zotit Balla më parë, unë e kuptoj që majoranca do ta kthej çdo seancë në qesharake, sepse nuk do që të flitet për thelbin, nuk do të flitet për arsyen kryesore pse Shqipëria vazhdon të jetë një nga vendet më të varfra në Europë. Arsyeja kryesore është sepse çdo ditë vidhen nga ministra, nga zyrtar që sot që flasim janë të pandehur, për juve kjo mund të jetë një gjë normale, janë të pandehur dhe nuk shkulen nga karrigja, nuk duan të ikin, janë kapur duke vjedhur, duan të vazhdojnë të vjedhin. Nuk duhet ju vi keq nëse unë çdo herë që marr fjalën këtu, them këtë gjë, sepse ne nuk mund të bëjmë punimet në këtë kuvend nëse pranojmë që një zëvendës kryeministre të jetë e pandehur dhe të vazhdoj të qëndroj në detyrë. Ne nuk mund të pranojmë që zyrtar të lartë, drejtori keshit të jetë në arrest në shtëpi dhe të vazhdoj të qëndroj në detyrë. Është e papranueshme dhe kështu me radhë për të gjithë. Dhe sa herë që do vi këtu në këtë foltore, do ta them, sepse nuk jam unë në gabim, nuk jam unë në anën e gabuar, jeni ju që vazhdoni e mbështesni. Vazhdoni e mbështesni njerëz që është provuar, kanë futur duart në xhepat e qytetarëve shqiptar, kanë futur duart në arkën e shtetit, dhe ju prap vazhdoni të mbështesni. Kjo është e papranueshme, e kuptoj që u vjen keq, e kuptoj sikletin tuaj, e kuptoj që doni ta ktheni në qesharake dhe ta ktheni në batuta, por ky është fakt, ky është një fakt, kjo është e vërteta. Ju vjen apo s'u vjen mirë, kjo është e vërteta. Është puna juaj nëse nuk e largoni dot. Është puna juaj nëse ajo u mban peng. Nuk është puna ime. Është puna juaj nëse atë nuk e largoni se ajo është shumë afër me Edi Ramën. Është puna juaj nëse ju atë nuk e largoni dot sepse nëse bie Belinda Balluku, nesër do bie Edi Rama. Nuk më takon mua. Tani, kthehemi tek interpelanca. Zonja ministre, e kuptoj edhe sikletin tuaj në fakt se ne u përplasëm njëherë tjetër, po për një padrejtësi, në atë rast padrejtësia në fakt kishte të bënte me jetën e qytetarëve shqiptar, por dhe në këtë rast do flasim për një padrejtësi, që ngjajnë shumë me njëra tjetrën. Ashtu si ju e pranuat dhe mendoj se me atë keni hyrë në historinë e kuvendit të Shqipërisë, kur pranuat që
jeni ju që vendosni se kush do marrë ilaçe, kush do marrë ilaçe, kush do marrë shërbimet dhe kush nuk do marrë shërbimet në spitalet e Shqipërisë, kush do jetoj dhe kush do vdesi në Shqipëri. E njëjta gjë ndodh edhe me shëmbjen e ndërtimeve pa leje ose të shtesave. Padrejtësitë në këtë fushë janë të paimagjinueshme, zonja ministre. Mjafton, unë nuk dua të mbroj qytetarët shqiptarë që kanë shkelur ligjin. Janë në shkeljet ligjit, nëse ligji zbatohet, duhet të zbatohet, po duhet të zbatohet për të gjithë, jo vetëm për një pjesë. Secili prej nesh e ka shumë të thjeshtë të dali në një rrugë, cilën do, dhe të shikoj se si një pjesë e ndërtimeve pa leje, një pjesë e shtesave janë shëmbur dhe një pjesë vazhdojnë të jenë aty. Kjo është një padrejtësi e jashtëzakonshme. Sepse ati fukarajt, ati që nuk ka lidhje politike, ati që nuk ka pushtet, ja shëmni dhe e bëni shëmbull dhe e nxirrni pastaj në mediat tuaja. Kurse të fortit, që ka hedhur miliona euro, duken ato, që ka hedhur miliona euro në shtesa, në sidomos në për lokale, ati nuk ja prekni. Përkundrazi, ati ja legalizoni. Ja keni nxjerrë dhe në dritë në fakt. Ja keni hequr qafe konkurrencën. Ja keni pastruar. Kjo është padrejtësia që ndodh edhe në këtë fushë, edhe në ekzekutimin dhe kur doni të zbatoni ligjin dhe aty jeni të padrejtë me qytetarët shqiptarë. Nuk kemi nevojë të shkojmë larg. Me këtu, duke ardhur këtu, këtu përreth parlamentit, është plot me lokale që kanë shtesa, plot me lokale. Pse zonja ministre atyre nuk ja keni prishur, nuk ja keni shëmbur, kurse të tjerëve ja keni shëmbur? Tani lutem vetëm mos më thoni që nëse unë po ta kisha kaq për zëmër ndërtesën apo shtesën e dikujt, duhet të merre juve telefon. Ju lutem matuni. Tani mos harrojmë që nuk ka qytetar shqiptar që nuk do të donte të ndërtonte me leje. Nuk ka. Ashtu si dhe Edi Rama, vilën e vet e ndërtoi me leje, besoj. Fati as nevojë të shkonte ta merrte, ja çuan lejen. Nuk ka shqiptar që nuk do të donte të ndërtonte me leje. Por shumë e thjeshtë, jo vetëm që leje nuk e marrin dot, pa paguar, pa korrupsion, por nuk marrin dot as pronën. Pastaj as nuk e regjistrojnë dot atë pronë, jo më të marrin leje. Sepse Faleminderit. Sepse edhe në këtë fushë jeni ju që vendosni. Kush do ndërtoj, kush do marrë leje ndërtimi, kush nuk do marrë leje ndërtimi. Kush do ndërtoj pa leje, kush nuk mund të ndërtoj pa leje. Po e mbyll me pyetjet. Do doja, zonja ministre, të dija, kam dëgjuar që ju po thoni që keni shëmbur 10 mijëra metër katror ndërtime pa leje. Do doja të dija, sa metra katror ndërtime pa leje kanë mbetur për të shëmbur? Keni bërë një evidentim? Dhe pyetja e dytë është, cilët janë kriteret, zonja ministre, kur ju vendosni cila do shëmbet dhe cila nuk do shëmbet e para, dhe cila do shëmbet në fillim dhe cila do shëmbet në një moment dytë. Faleminderit. Në mbështetje të nenit 96.5 rregullores, zonja Koçiu, keni fjalën. Mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për të cilën është kërkuar interpelanca 20 minuta. Nderuar drejtues e seancës, nderuar deputet, i nderuar zoti Shehaj, kërkuesi i kësaj interpelance. Në fakt, më vjen mirë edhe unë nuk e kam as pak problem që po përballemi sërish bashk, nuk më intimidon kjo gjë, bile përkundrazi, shumë mirë të përballemi edhe të diskutojmë për gjëra që vlen, dhe ashtu siç kundër e ngritët edhe ju për shqetësimet të qytetarëve, dhe ku më mirë se sa për një plag të shoqërisë tonë, do të thoja, të Shqipërisë tonë, që s'ka të madhe të vogël që në këtë vend që nuk e di kush e ka hapur ndërtimet e palishme,
ndërtimet pa kriter, vend e pa vend, dhe duke i bërë kështu Shqipërisë një dhuratë shumë të shëmtuar në çdo plumb të saj. Patjetër që ndoshta dhe pikërisht territori është ai që mbase më mirë se çdo gjë tjetër ndan dy vizione, diametralisht të ndryshme për Shqipërinë. Një vizion që trashëguam, ai i ndërtimeve pa kriter, pa hesap, me mandat për të shkatruar dhe zaptuar çdo tokë. Në këtë vizion ishte qeveria ajo që i bënte thirrje qytetarëve të ndërtonin pa leje, ku të mundnin, pak punë prishte fakti nëse ajo ishte toka e dikujt tjetër, dhe prandaj dhe operacione të tilla, si këto të kthimit në ligjshmëri të territorit, ju duken edhe kështu të çuditshme, edhe kërkoni informacione për t'u sqaruar lidhur me çështje që në fakt s'ka nevojë fare për sqarim. E di pse s'kan nevojë fare për sqarim, sepse mua më duket shumë e çuditshme që sot ka deputet, edhe nuk besoj se do të ketë ndonjë deputet në një parlament tjetër që i kërkon llogari sot qeverisë pse po prish ndërtime pa leje apo ndërtime jashtë lejes së dhënë. E thënë kjo, është vizioni i kësaj mazhorance, ai që vu në zbatim që në ditën e parë të qeverisjes, duke nisur nga rilindja urbane e çdo qyteti që i ka dhënë frymë dhe jetë vendit, duke vazhduar me Gjirokastrën, me Korçën, me Beratin, me Krujën, me lungëmarrjen e Vlorës, me Alpet, me Tiranën, është vizioni i kësaj mazhorance ai i turizmit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe le të vim tani tek pyetjet. Patjetër që ka kritere, patjetër që ka prioritete, dhe mua më vjen shumë keq që në mungesë të një argumenti është ngritur edhe një thriller i tipit ngrihemi në mëngjes, marrin policinë e shtetit, IKMT-n, edhe me që s'kemi si e shtym ditën, shkojmë dhe prishim ca ndërtime. Dhe sipas këtij thrilleri nuk ka kritere, prishet janë selektive, shikoni këtu, shikoni atje, sipas interesit të momentit. Por e vërteta është se kriteret janë jashtëzakonisht strikte, se vendimet për prishje janë të bazuara të gjitha në legjislacionin dhe rregullat në fuqi. Është një proces që nis me evidentimin në terren, me vlerësimin e gjithë dokumentave, derisa të arrihet tek vendimi i dhimbshëm i prishjes, kur është tërësisht pa leje apo në shkelje të lejes së dhënë. Dhe pa dyshim, përqendrimi i operacionit në zonat me potencial të lartë turistik, si Thethi, si Vlora, si Gjirokastra, si Berati, si zonat bregdetare, zonat e mbrojtura, ato me rëndësi të posaçme, apo dhe akset kombëtare, ka një logjik të qartë. Në kushtet e sotme, ne nuk mund të tolerojmë që zonat më tërheqësa, ato që janë një pasuri e përbashkët e gjithë shqiptarëve, të shfrytëzohen për pasurimin e disa individëve në kurriz të shumicës qytetarëve. E konkretisht në zonën e Thethit, me qënë se ishte një nga pyetjet që kishit parashtruar në kërkesën tuaj me shkrim, ndërhyrja në territori erdhi pas evidentimit në terren ku u konstatuan paligjshmëri. Në vijim u analizuan të gjitha provat në përputhje me legjislacionin, siç e thash në fuqi, u vendosën 46 masa administrative me gjop, 49 masa pezullim punimesh dhe 57 të tjera për prishjen e objekteve të kundërligjshme. Në zonën e Valbonës, gjithashtu, ndërhyr me 15 vendime prishje, u vendosën gjithashtu 15 masa administrative, 12 urdhra pezullimi, në respektim të gjithë hallkave të procesit. Njësoj në zonat bregdetare, u morën 42 vendime për prishje për një total për 102 objekte, 38 vendime pezullimi, 42 masa administrative me gjop. Në zonat lumore, u morën gjithashtu vendime për prishjen e 15 objekteve. Në zonën aeroportuale të Rinas ishin 10 vendime për prishje me 10 masa administrative. Pra, çdo objekt i prishur është më së qartë që pronarët kanë qenë shumë mirë në dieni për shkeljet që kanë bërë dhe janë njoftuar në kohë. Madje ka patur raste kur kanë vijuar punë për të ndërtuar më tej pa leje dhe pse në dieni të plot të shkeljes së bërë. Siç ka pasur padyshim dhe në shumicën e rasteve qytetarë të ndershëm, të përgjegjshëm, ku e kanë kuptuar se negociata për të legjitimuar paligjshmërinë dhe tentativa për të gjetur mikun apo për të vendosur shtetin përpara faktit të kryer ka qenë e kotë. Dhe atëherë kanë vepruar vullnetarisht duke liruar vetë hapësirat e zëna në mënyrë të parregull.
Përpos zonave të lartë përmendura, është ndërhyrë dhe në sigurinë rrugore në shumë akse, duke çliruar rrugët nga qibanet e mbirat pa kriter. Sa i përket rrugëve, janë evidentuar në total mbi 2000 struktura, rreth 240 prej tyre janë prishur, pjesa tjetër janë prishur vullnetarisht. Paralelisht po zhvillohet pa ndalur dhe aksioni më i madh për lirimin e hapësirave publike, nga tendat, muret, bodrumet, garde, tela, rrjeta, bordura, pengesa, çdo gjë tjetër që përbën në fakt një sfidë të jashtëzakonshme për hapësirën e përbashkët për qytetarët në zonat urbane. Për ta përmbledhur, në përgjigje ndaj pyetjeve të depozituara për këtë interpelancë, e para, të gjitha objektet e kundralishme fillimisht janë vendosur nga strukturat e posaçme sipas ligjit në fuqi, kush duhen prishur. E dyta, gjithë objektet e kundralishme për të cilat ka patur vendim prishje janë informuar në kohën e duhur të gjithë qytetarët. E treta, ka pasur zero selektivizëm apo subjektivizëm në këtë proces, 100% e atyre ndërtesave që janë gjykuar në shkelje si raste flagrante të ndërtimit në rastin e oborrit të kishës në theth, janë prishur dhe toleranca ka qenë zero. Meqenëse se jeni referuar sërish thethit, e dini në sa raste kemi patur një vendim të formës së prerë nga gjykata në rastin e thethit zero, asnjë, sepse asnjë qytetar nuk ka shkuar të ankohet në gjykatë, sepse ka qenë në dieni të plot që ka kryer një ndërtim pa leje. Ju garantoj se nëse aksioni ynë do të ishte i bazuar në raste selektive, pa vlerësim të dokumentacionit, pa tjetër që rastet në gjykatë s'do të ishin të pakta. Janë thënë shumë të pavërteta në fakt, janë ngritur shumë aludime, ku ishte shteti kur u ndërtua, përse në verë, pse nuk u legalizuan, për qa u prishën, pse ca u prishën, ca nuk u prishën, pse ca të varfër, ca të pasur, ashtu si që thatë dhe ju, i kemi dëgjuar gjithë këto, po pikërisht, ky operacion provon se shteti është në krye të detyrës. Duke filluar nga muaji qershori i këtij viti e deri më sot, ose më saktë deri të premten e kaluar, Policia e Shtetit ka evidentuar dhe i ka referuar prokurorisë 1387 raste të dyshuara të veprave penale që cënojnë regjimin juridik të tokës. Sa i përket strukturave të prishura dhe faktit pse u toleruan, evidentimi, paralajmërimi, masat e marra e gjithë procedura derisa është arritur tek prishja provojnë këtë që sapo thash. I gjithë procesi ka qenë i mirë dokumentuar. Përse në verë, po mbase më mirë në dimër, në mes të ftohtit, shteti, sidomos në realitetin e sotëm, kur jemi në një sezon turistik 365 ditë të vitit, nuk mund të gjykojmë me logjikën e dimrit apo të verës. Përse nuk u legalizuan, edhe legalizimi ka qenë një kalb betejë i kësaj qeverie dhe është po kjo qeveri që i pajisi me qindra mira certifikata pronësie duke e kthyer në ekonomi pasuri me vlerë prej miliona eurosh. E ritheksoj me forcë, ka një diferencë të qartë midis objekteve që janë bërë dikur për arsye banimi dhe atyre që bëhen sot në abuzim me ligjin për arsye përfitimi të një pakice më të vogël se 1% në kurriz të 99% të tjerëve. Si mund të legalizojë ndërtesa e mbirë në oborrin e kishës në theth? Si mund të legalizojë ndërtesa e ngritur buzlumit? E thënë qartë, koha në të cilën për arsye historike dhe ekonomike, Shqipëria mbush me ndërtime të palishme ka mbaruar. Në masën më të madhe, ato janë ndërtime të legalizuara nga qeveria e kësaj magjorance. Kam dëgjuar dhe një test tjetër, se ne pas kemi goditur shtëpitë e fukarejve, ashtu si që thatë edhe ju këtu. Besoj se imazhet e filave të prishura apo të evidentuara në palishmëri, në Fark, në Lundër, në Theth, në Bregdet, janë të mjaftueshme për ta shbërë këtë argument dhe nuk besoj se ka shumë nevojë për koment. E gjithë sa thash është një panoramë e qartë e situatës tanishme mbi territorin, kjo nuk është një nga ato panorama ku çdo gjë shkëlqen. Plaga e palishmërisë në territor ka qenë dhe mbetet një sfidë e jashtëzakonshme zoti Shehaj për vendin tonë. Ata qytetarë që ndërtuan në mënyrë të palishme, në një farë mënyrë janë vetë viktima të një shteti që për shumë kohë i inkurajoi ndërtimin e palishëm. Prandaj shteti me gjithë institucionet e tij në këtë histori patjetër ka dhe ka marrë përsipër përgjegjësitë e veta.
Në fillim të muajit tetor, në këtë kuvend, ne erdhëm dhe miratuam një paket masash ligjore, janë 3 akte ligjore shumë të rëndësishme, që shmangin njëre për gjithmonë çdo detaj apo çdo boshllëk që mund të justifikojë qoftë edhe 1% minimale palishmërie. Rezultatet e kësaj pakete të re masash kanë qenë të qarta dhe ne I kemi evidentuar ashtu siç edhe ju vetë e thatë edhe duke nisur nga zona e Farkës. Në një muaj inspektime në këto kantiere, ku kemi kontrolluar 30 komplekse rezidenciale përbërë nga 753 vila dhe objekte e godina kolektive, janë konstatuar shkelje të lejeve të ndërtimit në objekte përfshirë rrethime, shtesa pa leje në sipërfaqe 5100 m2, nga të cilat janë prishur 2300 m2 dhe ka nisur procedura për konfiskim për një objekt me 3 kate, një kompleks vilash, 3 kate shtesë pa leje, në një objekt 11 katësh, masa administrative me gjobë në vlerën 2.5 milion euro. Kemi marrë masa të ashpra për ta bërë të mundur që çdo metër katror I bler nga ana e qytetarëve të përkthehet në cilësi për të cilën ai ka paguar. Me paketën e re të masave, ajo historia ku leja jepej për 3 kate po shtojë edhe 1 kat, apo leja jepej po kapej edhe një territor majtas apo djathas ka marrë fund. Me këto ndryshime ligjore I kemi dhënë operacionit të rikthimit të ligjshmërisë në territor një bazë të fortë ligjore dhe një karakter të përhershëm. Të gjitha këto I kemi bërë sepse në Shqipërinë që ecën shpejt drejt Europës, nuk mund të kemi më ndërtime, garde, mure, rrjete, tela, shtesa e çuditëra të ndërtuara pas një kriter. Ne duam një Shqipëri ku ndërtimi të jetë sinonim I zhvillimit dhe jo I kaosit. Një Shqipëri ku qytetet të rriten sipas planeve dhe jo sipas interesave apo qëllimeve të përfitimit. Një Shqipëri ku hapësira publike është e shenjtë, e ruajtur dhe aksesueshme për të gjithë. Dhe pikërisht këtë jemi duke bërë, prandaj zoti Sheha më lejoni t'ju siguroj që territori do të vijojë të mbetet ajo hapësirë që në mënyrën më të qartë dhe më të fuqishme do të bëjë dallimin e jashtëzakonshëm midis të shkuarës kaotike dhe të ardhmes sonë europiane. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Koçiu. Zoti Sheha në mbështetje të nenit 96.5 rregullores, mund të shpreheni lidhur me përgjigjen e ministres 15 minuta. Duhet të flas nga vendi. Faleminderit. Jo, dëshiroj të flas nga vendi sepse duhet ta shikoj, do ta kem përballë zonjën ministre. Nga ta fillosh, zonja ministre, nga ta fillosh.